Ortodashësit kumanovar dhe jo vetëm gjatë këtyre ditëve e deri më 11 dhjetor do të kenë rastin dhe fatin që të vizitojnë punimet artistike të krijuara nga piktori kumanovar Muhamet Idrizi. Në të vërtetë në sallën e ekspozitave të Qendrës për Kulturë Trajko Prokopiev në Kumanov vazhdon të jetë e hapur ekspozita Peisazhe asociative Metamorfoza e dritës. Ekspozita personale Muhamet Idrizit në Kumanov përmban 20 piktura të punuara me teknikën akril në pëlhur dhe janë pjesë e produksionit më të ri të Muhamet Idrizit. Lejoni që t'ju uroj të gjithëve festat e nëntorit e veçanërisht festën mëdore të festës 28 nëntorit ditës Flaurit. Muhamet Idrizi vjen me një ekspozitë të cilën e kemi titulluar Metamorfoza e dritës. Në një kohë kur realiteti sfidon me irealën dhe virtualën, piktori Muhamet Idrizi zgjedh të flasë përmes pikturave të cilat i paraqet me motive abstrakte. Ngjyrave të cilët shpërthejnë si për pëlhurave të shtrira, me një ngjyrës të fortë emocionale dhe me një rrithim thellësisht abstrakte që në këndvështrimin vizual sfidon shikuesin të kërkojë kuptimsi në përtej asaj që e shohin dhe e prekin. Të kërkojë dhe të nxjerrë të bukurën eretik e papërsosur. Me një qasje filozofike në aspektin artistik, shpërfaq metamorfozën e dritës gjithë të cilën e pasqyron se edhe e rëndonta mund të kthehet në vepër arti përmes sentimentit të ndjesht thellë. Për të përkthyer emocionalisht dhe artistikisht, shqetësimin dhe fenomenologjinë e përditshmërisë, ta sjellë si mrekulli në mesin e shoqërisë. Pikturat e Muhamet Idrizit janë ngjyrat dhe liria shpirtërore që vallëzojnë drejt dritës dhe përplasën në një gërshetim që krijojnë takim mes të kaluarës dhe të dashmes, tradicionales dhe modernës. Në formatin e një pikture në arkivin e tij shpirtëror ka ruajtur elemente të vatrës, kujtesës, nostalgjisë që nga familja. Ajo që e specifikon gjuhën artistike dhe konfiguracionin shpirtëror me këtë paraqitje na jep të kuptojmë që ndjeshmëria e madhe dhe ngjyrat e përflakshme këtu edhe e heshtura merr ngjyrë që çdo lëvizje e brushës ka sjellur prezencë të së harruarës që piktori me një mjeshtri të pigmentit emocional dhe aspektit kultural të shpirtit dhe të ngarkesës emocionale jep kolorit mbi të thatë. Prandaj piktura abstrakte është ajo që në krijimtarinë e tij artistike të zakonshëm dëshiron ta vesh me petkun e së bukurës. Në këtë sens, piktori nxit të ndalë tek ajo që shumica e shmangin dhe nuk reflektojnë sipërjetës me të bukurën si koncept. Duke dëshmuar se bukuria është një ide që lidh ndjeshmërinë me kuptimin artistik dhe shpirtëror të njeriut dhe universalizon e harmonizon jetën njerëzore. Faleminderit. Tani mendoj se është pas këtij fjalimi mendoj se është rradha për fajtorin e kësaj mbrëmje i cili na ka mbledhur këtu, piktori Muhamet Idrizi. Pas këtij fjalimi në mënyrë që vetëm të falenderoj dhe të përshëndes. Pikësisht përshëndes kryetarin e komunës së Nikolës Zotëri Kanalizin, drejtorët e institucioneve të ndryshme, profesorët, arsimtarët, kolegët e mi, të gjithë dhe pranisht. Falenderoj Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit e cila ka financuar për projekt në bashkëpunim me Qendrën për Kulturë Trajko Prokopiev Kumanov. Falenderoj drejtorin Sasho Todorovski. Falenderoj
bashkëpunuesit si Robert Cvetanovski, kolegën time Miranda Veqiri Fazliu, e cila ka qenë bashkarisht dhe në rrugtimin ose kompletimin e gjithë kësaj që ju peshifni sot. Ju faleminderit shumë që keni ndarë kohë. Unë ju ftoj vetëm një koktel modest dhe të shijoni pikturat e mia. Faleminderit. Vlen të thuhet se Muhamet Idrisi ka realizuar ekspozita personale dhe ka marrë pjesë edhe në shumë ekspozita kolektive. Projekti është pjesë e programit vjetor të Qendrës për Kulturë dhe mbështetet nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.